Në ditën më të ngarkuar pothuajse të vitit janë vetëm 3 korsi të cilat punojnë këtu në kufirin e Bllacës, ndërkaq nervozizmi është shumë i madh i qytetarëve të cilët thonë se kanë pritur më tepër se 2 orë. Kolonave nuk ju shihet fundi andej në cep, ndërsa disa prej qytetarëve kanë gjetur një alternativë duke ardhur nga fshati i Bllacës dhe duke hyrë në mënyrë anësore, sikurse po shihen në video. Pritje janë shumë të mërzitshme edhe shumë ne që mojmë pa lidhje, pa nevojë, më bën kjo pritje. Nuk e kuptojmë çka është qëllimi po. Edhe kjo është një maltretim i popullatës, edhe në këtë tonë edhe në aton po. Edhe kërkojmë që sa më shpejt të mundër ky maltretim të largohet pikë këtë mundi po. Kaq unë e di. Që një orë jenë të pritë. Ku janë qeveria e re tash? Shka janë premtuar? Do ta bëjmë on stop, ku janë? Bosh, Renaveca. Mos rini bon me popullin. Ku janë vetë shqiptarët janë kjo gushp. Bardhë vë turp. Shumë. Për gati një orë kanë pritë këto. Edhe s'ka kur janë hiç pyetje. Ja, pse edhe buria po javë hinë edhe syn trasë këtu në kush janë. Që sa kohë keni ardhur pritni këtu dhe a ju duket që është në rregull që kjo pritje? Kemi një gjysore që presim, nuk është në rregull, po shpresojmë prej nesër ajo one checkpoint se fillon ndoshta do të reduktohet pak pritja se shumica e banorëve të Shkupit ne kemi lidhje familjare. Unë personalisht jam nga Kaçaniku, kam këtë 3 familjen e kam Kaçanik edhe çdo herë duhet presmi ka gjysore ose më orë tëra për shku te familjarët. E sidomos sot për festën e Bajramit pak na mundon kjo pritja këtu. Një orë e tepër vëllai. A është në rregull kjo? S'është në rregull kjo. Pse që ti më të them? Ç'kam më thonë?